Pasha, zotin s'jo. Kuna i kalëzën? Kuna i kalëzën mua? Me kërësimi me tuta? U kry O bursim të typë kur gjo. Kalli janë unë që t'ja plakën të Vjen aj, edhe mirë në vesh me ta. Që t'ini gjithë putë për kësenja. Deshta një pyetje, kemi një protest në fshatin Caralev për shkak të pluhurit të kurthysve. I kum thonë po kur, nesër në ora 1, do me thonë djem ka shkru për sët. Okej, a dilni krejt fshati ja kum bo. Po na shti krejt jo, po 3 ose 40 vetë. Patëm edhe sët, po na shpërndojti policia. Hajde shkojna bashkaresht në Caralev e këshyrëm qëtë problematik me pluhën. Ndërko, unë jam të e mush rezervarin të Delta Group, 21 pika në krejt Kosovën, super kualitet në naftë edhe në derivate, ku do që e shini Delta Group naluni patut me mush me furnizu veturën. Që kjo është pluni, do me thonë që shkaktohet prej kamionve të gurthysi, të njoni prej gurthysve. Parësia është që këta nuk janë të interesuar me mirëmbaj këtë rrugë, janë të interesuar me punu pa u shallë që shpunojnë që 20 vjetë. Okej, sa është sfiduse për juve me jetu këtë në qëtë pluhën që tashti po e shoh gjendje ko ka ma e qetë, mirë po sigurt hove kur ka qarkullim të madh. Ose e njoftu për shkak që o bloku rruga, mund me ndodhi kanë ndalë. Ose e njoftu edhe që i një ardhë. Okej. Këto sene i kanë bon edhe për ata. Është pak ma e qetë, se me ardhë urve tjera është gjithë është pluhën. Na jem që 20 vjetë që të gjendje qëto. E ju jetonin këto shtëpijat afër, do me thonë këto, në rrëthin edhe sa është qysh janë kushtet, me këtë pluhën, me këtë pluhën, pishe edhe vetë farë gjendje jem. Pishe që leta ti pas kanullat. Ta shko të cila du shpi, mund është me shkru në gjamë pej pluhënit. Me bo një shkrem ku dush dikon, me një tavolinë, nëse ka dikon mund është me bo qëfar dush, vizatimi pej pluhënit, për 5 minuta e fshin aty bon pluhënit. A keni tentu me folë pse ka orë deri të qia gjendje mas pari? A keni tentu me folë me gurthysen, ishin 2 gurthys atje? Po, 2 gurthys, pej 2 gurthys dhe këna bisedu, i këna dhonë ku 7 dit, për me marrë masat, me bon. Na nuk po dojnë dishka mrekulli, këtu po dojnë a vetë me pastru, me minë boj, që shdojt, pluhën nuk po dojnë. Ata po thojnë qka me bon ju, na su një mësojnë a qka me bon. Janë mundësi, ta shka ndalë makinerit të mira, mujnë me pastru, mujnë me bon së të sen, 7 dit i këna dhonë afat, mërëna 7 dite nuk ka morë, një gurthys i ka morë do mosa, deri dikun na ka premtu që dishka ko me bon, halo ma pëshom, këtë tjetëri nuk ka morë asë një mos për me ndalu pluhnin. A i një taku me ta? Protesta e tretë është sët, e para u mojë 30 minuta, e dyta u mojë 3 orë, sët do shonë. Protestat i këna lajmëru në polici, në komunë, këto janë. A keni kontaktu me institucionet përgjithse? Po, sot jena, shku në komunë, nuk na kanë marrë parasysh. Shkoni në njërë, kështu mbeni letrën e kështu ato senin, shku këna thirin inspektor, gjithë herë. Komuna e kanë arsuetim gjoja që këta nuk marrin asë lejën komunë për me punu të asë një pëlqim, asë një kur gjeqë marrin direkt për ministrisë. Sa orë do një me qëndru këto deri... Sot mujë. Deri të vinë ata shefat e këtyne gurthysve. Ku janë, a i në taku me shefat? Jo, i kanë lajmë... Veç ditën e parë. Qëra kanë thonë? Kushtet, i këna dhonë ku 7 dit. Edhe shpresë e këtyne është që na jemi anku ka njëherë me do në ministrije, me do Facebook, me do më thëtash, edhe shpresë e tyne është që na po dërzohemi. Qysh kena vepru gjithë, 1 ankesë, 2 ankesë, a i na dërzu, ka vazhdu puna edhe 10 vjetë tjera, a më këso here është do më thonë marveshja e banorët të shati që mos më dërzu deri në marrjen e masave. Tash po e provojmë Naserin, përshëndetje. Si je Naser, si kalon, a je mirë? Mirë, faleminderit. Unë jëmë vërëm bacolin falë nëse po të pengoj, jëmë gazetar. Po e di, ku mirë, për ty. Naser, arsyeja pse telefonova ka të bëj me këtë gurthysin këto ku qytetarët këto thonë që jeni përgjithës, këta e kam... Po. Bore, më falë që po ndërbëj për që unë jam të orë të gurthysi. Apo? E përgjes që kryesori gurthysi që në të pritata të Saralevës, a i drejtori shko për minjeve sone, veç të punëtor, kur që më shumë sjo. Apo, okej, ako me orë në i përfaqësus këto të protesta se e kam bloku rrugën këto qytetarët. Që jem të orë, aty jem të orë drejtori, unë që ta shka jem. Okej, faleminderit shumë. Okej, hajde të më tonë. Okej, rruga është e blokume aktualisht.
qytetarët e Caralevës të kësaj lagje që prekën prej gurthyzve dhe plunit, këto e kanë bloku, nuk ka qarkullim të mjeteve, i kanë vendos ato gomat edhe shenjzimet, na jena të e prit aktualisht, jena të i prit përgjetësit e gurthyzit që një vetur aty. Me këto kom folja, okej. Kjo është përgjetësit, do me thonë. Okej. Pra një ty në këshive, po të kalzoj kreve. Si? Më falë, ti me ty s'kam punas, me ty si shkam fotografën kur gjë. Ja, jena të gjiruna. Na i kena One, me ty jena morë prom, lejmëroj këshinë dhe krejt 2 vetë 3, ku jeni ju djem, me ardha i farë djali, drejtojnë e keni lip drejtojnë, po du me ofru me bolla faqu me to, jo me mu. Se unë jem vish punëtor, ju kum kalzova. Jeni të e prit 2 a 3, jo krejt. E pëse jo krejt? E pëse ku i di ju në Se janë veç 2 a 3, Se me qëta kem punë, me qëta kem punë, jo me ju. Me kon ki punë. A kim me mu personalisht punë? Jo, më rëbor ty asë nuk e di ku shkjo, nuk e të të ty kur gjë. Asha, Asha, zotin s'jo. Kuna i kalzën? Kuna i kalzën mua? Me kërsimi me tuta? U kry këtë. Ti unë 65 vjen ti më thonë kur dalën në bekujt që e përvujnë. E përvujnë nuk jeda më përlo. Se jeda më përlo, po jem të u kalzu realitet. Po se jeda më përlo, ne jeda më u kalzu që shumë. Jo, për nej. Jo, o naser. Na që 4 vjetë që kanë kalzu në gjami 5 vjetë. O naser, nale pluni, mere stërpike, nuk ta nalë me rrugën, që 4 vjetë me busë në përgjegja si herë, nuk dole. Sot, o mas heni për i zotit të i thonë, mas heni, se na mëtë, po dojnë me ronë belo, mas heni bre borë, një dit nuk botë, one ja paguj një dit, dhe të vjenë kërësuar. Po, ti ata mu morë me marrëveshje atë ditën e mirë, a ti ka zënë venet punët e veta, jo të juve të ditën. Nëse ka o shefja i drejtori kryesor, këta ne të rinë qëto, këta ne të formojnë një këshill për 4 vete, po him në të bura shto. Ne të vjenë në të bura, edhe t'i këshimi fjallët e shefit kryesor shapën a thërë. Bura ne të rinë qëto, Qëto jem të lyftu. qashtë, bura të gjo. Jo me ardhë me mi thonë, jo unë të agoja, unë të agoja. Se s'ka ndodhë kjo të i qëtashti. Sot 15 vjetë është kjo vrejtje shullë. Se s'ka ndodhë që kjo që pe lypë në ju tashtë. O borësim të t'lypë kur gjë. Kalli në unë të gjepë. Lypë ta kemë, se shlypë takimin të i sot. Vjen aj, edhe mirë unë avesh me ta. Kush po shkari? Se shlypë të takimin 15 ditë. Kush po shkari 4 vete? Vite më në firme në serë 15 ditë. Shkari 4 vete. Mos me brunë që të gjendje. O në gjavi që më keni gjithë butë boksenja? Ahmet, A vi që më du me folë me ju e boksenja? Moni se nuk vënë është, Që unë ata e rhajde, unë e tjeve e pasë qërime. Okej, do me thonë që ta shte drejtori përgjithësi i gurthysit, po lyp takim, janë të e zgjedh bashkëfshatarët të një këshill prej 4 personave, ka kërku me u taku me 4 persona, po shkojnë me u taku, nuk po dojnë prezent të kamerave, ndërkohë na po presim këto, të rruga mbetet e blokume, hej, ndërisa vazhdon protesta mos harroni, operimin tem teren e mundëson posta easy njerëz, po ashtu, super shpejtësi ndërgesa dhe super shërbim ndaj klientit. Në munges, do me thonë, po e sheni, për shkak bllokimit rrugës këto, kamionët po këshyren me gjetë rrugë alternative në drejtim me gjas nuk kalohet andej që kënej është vazhdon me mbete bllokume, po kthehet prapa një kamionet ndërkohë përfaqësues të fshatit bashkë me përgjegjësit e gurthysit, pronarët e gurthysit janë në odë aty duke u marrë vesh me gjas. Na e banëm një marrëveshje. Okej. Ky drejtori kryesor na premtoi, tha kum në nshku kontratë sot, tha me një firmë të Ferizajt, por me ardhë me pastru. Po për momentin nuk pi kthe përgjigje, mundet me ardhë sot. Na premtoi që nesër nuk e filloj punën, pa ardhë me pastru. Okej. Me pastru këto, edhe kum bo kontratë 2 herë njavë ose 1 herë njavë. Çdo pak ta prejnë këtë djallit që aty nuk ja filloi punën parë me pastru. Na dolëm prej atjet me fjalë që e kanë shku kontratën me orë me pastru.
Po na nuk I premtum kur gjë sot ditë qyshe tek, na tash po bojmë që një farë rrethi, edhe po vendosum na sot ditë me leon çështu me funksionu, që m'ja dërguat I mesazhin deri në cilën ditë e ki rrugën e hapur. Okej. A më shkruani për gjithçka? Po.